tash po Këtu tani mo, kur kam qenë këtu brenda. Më dëgjoj me vëmendje. Kemi qenë këtu. Ku ti je teatri? Ku mërzite? Pse nuk më lë të flas? Ku mërzite? Pse nuk po më lë? Ku mërzite? Pse nuk po më lë të flas? Ku mërzite? Pse nuk po më lë të flas? Ta ku mërzite? Pse nuk më lë ta them këtë që kam për të thënë? Para 3 vjete. Para 2 ditësh. Ditën e dasmës. Jo më fal, ditën e klipit, ditën kur kemi xhiro klipet. Pse u mërzite sot? Se nëse ti e mërzit para 2 ditë tash po ta Jo, pse u mërzita sot? Pse u mërzita sot? U mërzita sepse. Ja ta them po mbyll atë gojë. Mbyll dreshin. Çka të thashun ty? Çka të thashun ty? Po mbyllë mo ta them. Jo, ç'tash. Jo, le çka ke folur para 2 ditësh. Sepse përpara 2 ditësh, pse për këtë u mërzita sot, përpara 2 ditësh këtu, më the, nëse ato pika kanë që ndjenja, atë regli unë të du, dhe kur të them, po du me të puth, po nuk shumë më thellë, e kam fjallën që nuk të shoh që du të martohem tani me ty, që du t'jesh gruaja ime. Unë, po them që unë kur dal jashtë, du t'jem me ty, mbase bashketojmë, kalojmë kohë me njëri tjetrin, e shohim njëri tjetrin, mbase kalojnë 3 vite, e vendostem, kjo është gruaja ime. Ishin fjalët e tua këtu. Dhe sot të krevati, vjen dhe më thua, ta uroj t'jesh e lumtur se e meriton, edhe ta gjesh dikë që të të bëj shumë të lumtur se ti e meriton t'jesh e lumtur. Po ky këtu kush ishte? Tash apo le tash foli. Ky këtu kush ishte? Na ko dalim jashtë, vazhdojnë.